Muslimani duhet jetë pozitiv para se gjithash në moralin e tij, në akhlakun e tij, në edukatën e tij. Madje morali, akhlaku dhe edukata realisht është treguesi më i madh dhe më i fuqishëm e më i drejt për drejt i pozitivitetit tonë në jetë. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar duke thënë Ekmelul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Besimtarët me imanin më të plot, më të përsosur janë ata që e kanë moralin më të përsosur. Pra, edukatën përgjithësi, edukatën në raport me Allahun fillimisht, pastaj në raport me njerëzit dhe në raport me vetveten tonë. Dhe atë që ne duhet ta kemi parasysh të drejtim është që këtë edukat, këtë vlerë ta reflektojmë, ta pasqyrojmë edhe tek të tjerët. Prandaj ka thënë khairun nas anfa'uhum linnas. Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Nuk ka thënë më i dobishëm për vetveten. Nuk është ajo që sot veprohet, edhe ajo që sot keq kuptohet, ku secili ngarant për vetveten e tij, nefsi, vetja ime, apo interesi im, interesi i familjes time. Jo, ky nuk është koncepti që Allah na mëson. Por atë që ja duam vetes, duhet t'ja duam të gjithëve. Nëse vrapojmë për diçka të mirë për vetveten, njëkohësisht duhet vrapojmë edhe për të tjerët. Prandaj thot khairun nas anfa'uhum linnas. Njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Dhe thot sallallahu alaihi wasallam inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lil sharr wa inna minan nasi mafatiha lil sharr maghaliqa lil khair. Thot ka për njerëzve që janë çelës të hajrit e mshelës të sherrit, por ka edhe për njerëzve që janë çelës të sherrit e mshelës të hajrit. Pastaj thot fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al-khairi ala yadayhi. Lumë dhe përgëzim për atë njeri që Allahu ja ka dhënë çelësat e mirësisë në dorën e tij, bëhet çelësi i hajrit. Kudo që shkon bën hajr, me fjalë, me vepra, me angazhime, me pajtime, me krim pengime e të tjera. Dhe thot wailun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadayhi. Dhe mirë për atë njeri që Allahu çelësat e sherrit ja ka lënë në dorën e tij, i cili jo që nuk bën hajr, por kudo që shkon bën sherr, me fjalë, me vepra, jo që nuk pajton, por ndan e përçan, jo që nuk afron, por largon, jo që nuk ndërton, por shkatron. Ruana Zot nga kjo kategori njerëzish.